ato maturantë të cilët mund të kenë përfunduar për shembull jashtë shtetit, kanë të drejtë që të vinë edhe të aplikojnë? Natyrisht, portali është hapur për çfarëdo lloj temi maturanti që ka ka përfunduar studimet kudo qoftë. Nëse ka mbaruar por ka nënshëtësi shqiptare. Dhe vetëm gjë që do të bëj, duhet të ketë aplikuar me formularin e ANZ dhe të ketë bërë konvertimin e notave pranë QSHA-s. QSHA në mënyrë automatike na dërgon gjithë notat e konvertuara të secilit maturant. Gjithashtu duhet të theksoj që portali është hapur jo vetëm për maturantët me nënshëtësi shqiptare, por dhe ato nga trojtë, do thotë qofshin nga Republika e Kosovës, qofshin nga temi Lugina e Preshevës ose Maqedonia, dhe ato mund të aplikojnë në themin e portalit në Albania si maturantë shqiptar, me të njëjtat kuota, vetëm që do të kalojnë procesin e njohjes së diplomës përmjet qendrës shërbimi arsimore. Po janë të barabartë gjatë gjithë procesit të aplikimit. Zoti Xhelaj, në fakt, do doja të dija, a mendon, a ka programe studimi ku këtë vit pritet që të ketë një konkurrencë më të lartë në krahasim me vitet e tjera? Po, trendi temi botrorit punës, ose edhe trendi shqiptar i punës, trendi shqiptar mbas ndryshon pak, qoftë kërkesa e rritur në pjesën e inxhinierisë ndërtimit të arkitekturës e këto, duke pasur parasysh dhe ndërtime që po zhvillohen në vend. Po trendi ndërkombëtar ngelet si gjithmonë në degët e IT-s,